Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha si rrallëherë është pozicionuar pro SPAK-ut e vendimit gjykatës posaçme për të pezulluar nga detyra zëvendës kryeministren e ministren e infrastrukturës Belinda Balluku. Në një konferencë me gazetarët, Berisha cilësoi në përputhje me ligjin masën e sigurisë të vendosur ndaj numrit 2 të qeverisë, duke deklaruar se gjykata kushtetuese duhet të refuzojë të marrë në shqyrtim ankimimin e kryeministrit Edi Rama për këtë çështje. Me kërkesën për pezullim nuk ka asnjë shkelje ligjore. Ka ushtrim të plot të kompetencës në zbatim të ligjit. Vetë ideja se ka marrë pushtetin e kryeministrit, i them atij hajduti, je ti që ke vjedh parat, po atyre mirë ja u bën, që nuk lëshuan edhe ndaj teje të njëjtën urdhër si ndaj lubis. Por mbështetja e Berishës për SPAK-un mbyllet këtu, pasi lideri i opozitës kërkon që hetimi i tunelit Llogaras apo unazës madhe të Tiranës të përfshijë kryeministrin Edi Rama, e akuza të ngrihet për grup të strukturuar kriminal. Ajo që është e pafalshme, e papranueshme, është sepse nuk janë kualifikuar si grupi strukturuar kriminal apo organizatë kriminale. Nga ana tjetër, Berisha komentoi edhe hetimin e SPAK-ut për 21 janarin, përfshi kërkesën e Ilir Metës për t'u pyetur për këtë çështje nga prokurorët. Ndryshe nga Ilir Meta, Sali Berisha mbrojti Lulzim Bashën dhe rolin e tij si ministër i brendshëm në 21 janarin e vitit 2011. Një skenar i atill i dhunshëm, i parë i pa precedent ndonjëherë, por me ato që kam konstatuar, masa ishin marrë. Një ditë më parë, kryetari i Partisë Lirisë Ilir Meta, i cili aktualisht ndodhet në burg, nëpërmjet avokatit i kërkoi SPAK-ut të merret në pyetje në lidhje me ngjarjen tragjike të 20 janarit të vitit 2011, ku vran 4 protestues. Në korrikun e vitit kaluar, Ilir Meta ka deklaruar se përgjegjësi për këtë ngjarje mban Lulzim Basha, i cili sipas tij nuk mori masa si ministër i brendshëm, edhe pse ishte paralajmëruar për protestën.